Djali i themeluesit të zinxhirit të njohur të modës Mango, Jonathan Andik, është bërë personi dyshuar në hetimet për vdekjen e babait të tij, Isaac Andik, i cili ndroi jetë në dhjetorin e kaluar pasi ra nga një gremin në Montserrat afër Barcelonës. Fillimisht ngjarja u cilësua si aksident, por mediat spanjolle El País dhe La Vanguardia raportojnë se hetimet po trajtohen si një vrasje e mundshme, pasi dëshmia e djalit është cilësuar e paqëndrueshme. Familja Andik ka deklaruar se po bashkëpunon me autoritetet dhe është e bindur në pafajësinë e Jonathanit. Isaac Andik, një nga figurat më të njohura të industrisë së modës spanjolle, themeloi markën Mango në vitin 1984 dhe shndroi atë në një prej zinxhireve më të mëdhenj të veshjeve në Europë. Ai filloi duke shitur këmisha në rrugët e Barcelonës. Atje mësoi se si vishen njerëzit kur punojnë, si ecin kur duan, si duken kur veshin diçka që u shkon. Ky vëzhgim u bë ADN-ja e Mangos, të cilin ai e themeloi në vitin 1984 me vëllain e tij Nahman. Dëshira e tij më e thellë ishte të shprehte një identitet mesdetar, domethënë linja të pastra, vetbesim pa u dukur. Mango u rrit shpejt, nga një butik i vogël në Barcelonë në një rrjet global me më shumë se 2500 dyqane në 110 vende. Por vetë Andik mbeti i padukshëm, ai nuk dha intervista, nuk u shfaq në festivale mode, nuk i lejoi fotografët të hynin në zyrën e tij. Ata që punuan me të thonë se ai preferonte të hynte në dyqane në heshtje, të mbante pëlhurën në duar, të pyeste një punonjës nëse rafti duke i pastër. Ai ishte i fiksuar pas detajeve, por jo pas luksit. Në sytë e spanjollëve ai ishte rivali i Amancio Ortegas, themeluesit të Zaras. Në Forbes, pasuria e tij vlerësohej në 4.5 miliardë dollarë, por ai vetë jetonte larg vitrinave të suksesit, duke ndarë kohën midis Barcelonës dhe shtëpisë së tij në fshat. 14 dhjetori 2024 filloi qetësisht. Isaku dhe djali i tij Jonathan shkuan për shëtitje në Calbato, në rrëz të Montserrat. Ishte një rrugë që të dy e njihnin. Askush nuk e di saktësisht se çfarë ndodhi atë mëngjes. Policia nuk arrite në një përfundim, por dyshimet ishin shuar tashmë. Në tetor 2025 çështja u riap si një vrasje e mundshme. Jonathan Andik, nënkryetari i Mangos dhe shoqëruesi i vetëm i babait të tij atë ditë, është nën hetim zyrtar. Familja deklaron se beson fuqimisht në pafajësinë e tij dhe po bashkëpunon plotësisht me autoritetet. Gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë në Martorell ruan konfidencialitetet të rrepta, nuk rrjedh asnjë informacion.